Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me zemër kudo që të ndodheni, duke ju uruar që dita të ketë shumë mbarësi tek ju. Është momenti që në studio unë të prezantoj të ftuarit, është momenti që të prezantoj atë për çfarë do të flasim. Sot si një punojse e hershme e radios, një person, një njeri, por edhe shumë të tjerë, me detyrojnë të ulem plot respekt dhe të përkulem ndaj veprës njërit prej njerëzve të afërt të radios, njërit prej atyre që kalon gjurmë, ashtu siç edhe plot të tjerë natyrisht kanë hedhur shumë hapa në zhvillimin e radios. Në gazetarin sportiva, në kometin e transmetimit të ndeshjeve, në statistikat që i kam mbajtur, në të gjitha aktivitetet ku është përfshirë, në pasionin e tij të madh, Ymer Striniqi ka qenë vërtet një mjeshtër i madh. Kohët e fundit, presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta, i ka akorduar këtë titull, mjeshtër i madh. Përkulem edhe një herë me respekt, sepse nga afër të gjithë kolegët e radios e kemi ndjekur, e kemi ndjer pasionin e tij të madh. Sot në studio jam së bashku me vajzën e tij, zonjën Edlira Striniqi. Mirëmëngjes Edlir, mirë se ke ardhur në studio. Mirëmëngjes Merita dhe të falenderoj shumë për ftesën. Në fakt, jo vetëm unë, por shumë kolegë të radios e ndjejmë si detyrim një qëndrim këtu në Mirëmëngjes Shkodër tek puna dhe çdo gjë që la Ymer Striniqi. Në fakt, akordimi i titullit mjeshtër i madh ishte një vlerësim, besoj. Dhe ju njerëzit e familjes, fëmijët e tij, bashkëshortja, por edhe njerëzit e afërt, besoj se e keni ndjerë shumë shpirtërisht këtë vlerësim apo jo? Patjetër, Merita, përjetuar me shumë emocione. U gëzume, për këtë falenderojmë edhe moderatorin dhe gazetarin e mirënjohur Defrim Metasani, i cili u bën një shtysë e madhe që babaim ta marrte edhe këtë titull, pas titujve të tjerë të më parshëm që kishte marrë. Besoj se kur ju kanë lajmëruar që duhet të shkoni në presidencë, ku emri Ymer Striniqit do të lançohet si mjeshtër i madh, jeni ndjerë shumë e vlerësuar. Patjetër, edhe krenare për babën tim. Të ndalesh në fushën e madhe të kontributit të Ymer Striniqit do të thotë të gërmosh paksa në jetën e tij, në pasionin e tij të madh. Cilat ishin disa nga karakteristikat më qëndësishme të Ymer Striniqit? Çfarë karakterizonte atë në jetë? Ishte njeri, jo se ishte babaim, po ishte një njeri shumë i drejtë, shumë korrekt, shumë i ndershëm. E bante punën e tij me shumë pasion, qoftë në sport, qoftë edhe si mësues, ka punu mësues derisa doli në pension. Mësues gjuhë letërsijet. Fillimet e tij kishte në Rrëshen. Si mësues? Si mësues, ka dhënë edhe rusisht, pasi ai ka ditë shumë mirë, ka njohur shumë i mirë gjuhës ruse edhe gjuhës serbo-kroate. Sepse edhe për vetë origjinën, e kena gjuhë të trashëguar dhe më thonë edhe nga gjyshat të cilat na kanë mësuar. Por ajo që e dallonte është lidhja e tij me sportin. Shumë. E cila me sa di ka qenë hershmërinë e tij. Që kur ai mund të ishte krejt i ri, fëmijë. Në 7 vjeçare. Ai 7 vjeçarin e ka bën shkollën dhe Korriko, që sot është shkolla Skënderbeg, aty ku e kam bërë dhunë e vllaim. Dhe talentin e tij e ka zbulu fillimisht i ndjeri gazetari Fatur Uçi. Respekt shumë për figurën e tij. Ai ishte shtysa e parë, i cili e shikoi qysh në fillim talentin e tij.
Pra që 13 vjeç, 12-13 vjeç, ajo është lidhur Ishte komandant qetet në shkollë, edhe shumë i pasionum fliste për sportin. Qysh atëherë? Çfarë i dha shtys që të ketë këtë lidhje? Ku i merrte burimet, informacionet, në mënyrë që ta ndjente sportin për afër? I merrte në fillimisht nëpërmjet radios, se fillimisht doli radioja. Printe e tij blej një radio, pasi e pan se ishte shumë i dhënën me sportit, ishte djali vetëm, s'kishte as motër as vlla. Me vonë edhe nëpërmjet televizorit, ne duke pas njerëz në vendet e ish Jugosllavisë, na potencial një televizor me grup që ishte në atë kohë dhe ishte një gjë e rrallë për kohën, dhe ai u kënaqte. Çdo ditë pothuajse ai ndiqte sportet. Ndërkohë që abonimi tek sporti, tek revista, tek informacionet, tek bashkëpunimet me njerëzit e sportit nuk mungua. Abonimi qysh në shkollën 7 vjeçare, te gazeta Sporti Popullor. Ishte i abonum, i runte me fanatizëm gjitha gazetat, edhe në fund vitit i koleksiononte gazetat, i ka pas deri vonë gazetat. Po erdhi një moment që gjithë këto informacione, gjithë ky përkushtim, gjithë ky interes që kishte për sportin, filloi të jepte produkte. Gjë që do të thotë Meri filloi të bashkëpunoj me shtypin, por edhe me radion. Në çfarë periudhë erdhi ky bashkëpunim? Ky bashkëpunim fillimisht ka filluar me Radio Shkodër në kohën kur ishte drejtor i ndjeri Alosh Qenoja. Unë e kujtoj edhe vetë isha fëmijë kur visha në Radio Shkodra së bashkut me babën tim, për me dhanë ato intervistat e tia dhe pas ndeshjeve që u zhvilloshin në Shkodër. Rubrikën sportive. Pastaj me vonë ishte edhe emisioni që drejtonte zoti Ahmet Sharri nga njëra ndeshje në tjetrën, në 2 tetor 1983. Bile unë po citoj edhe disa fjalë të zotit Sharri në lidhje me babën tim, që nga Ymer Striniqi, dhe me thonë vitin 98 ishin ba 500 emisione, ishin realizu 500 emisione nga njëra ndeshjen tjetërn, që nga Ymer Striniqi që mund të quajmë dekan për atë grup radiokronisësh që kanë nxjerrë Shkodra dhe me përvojën e tij mbetet nga ata që kanë bërë historinë e këtij emisioni. Kjo është, këto fjalë janë krenari, kuptohet. Është e vërtet. Komentimi i ndeshjeve të futbollit kryesisht, por jo vetëm futbollit, të gjitha sportet. Kanë mbetë shumë të veçanta, duke qenë edhe mësuesi letërsisë, ai kishte një koment shumë të pasur me figura letrare, me krahasime, me epitete. Shumë ishte. Nga njëherë ato mbetesnin në kujtesën atyre që ndiqnin në radion dhe komentoheshin më vonë, duke i bërë këto krahasime tepër të afërta. Në vitin 1965 ai punoi në Rreshen si mësues, siç e thash pak më parë, zbashku edhe me aty janë njoftë edhe përveç se nga 7 vjeçarja edhe me gazetarin Amik Mehmeti. Aty u taku për herë të parë me Anton të ndjerin, Anton Mazreku. Të famshmin pa tjetër, edhe ai ishte habit shumë, dhe më thonë, nga shumë dinte baba im lidhe me sportin shqiptar, sportin evropian dhe atë botëror. Ishte mbet shumë i habitur, edhe ishte në moshën 22 vjeç atëherë. Kaq i pasionuar. Shumë. Me sa di unë, në një prej kampionateve botëror, që atëherë kishte ekskluzivitetin vetëm RTS-ja. 2 kampionate. 2 kampionate ka komentuar, pra ka qenë ndër komentatorët e ndeshjeve të kampionateve botërore. Kjo do të thotë që ai kishte një njohje deri në detaje të skuadrave, të sportistëve. Shumë. Deri në fund të jetës tij, pothuajse deri në fund, se pati një smundje shumë të vështirë dhe të rëndë, që e mundoi shumë, ai ka ditë çdo gjë me detaje. Me minuta kur a bë goli, kush e ka bë golin, ku a lut ndeshja, çfarë ditet ishte e shumë tjera. E jo vetëm futbolli, po gjitha edhe sportet lojrat me dorë. Unë bile isha fëmijë kur shkosha me babën
me njek ekipin ton vllaznis në për qytetet e tjera. Edhe nëse nuk ishte vend në autobus, ai gjente mundësinë me makina rastit atëherë për me shku me njek. Dhe ka qenë një udhtim plot edhe sakrifica. Shumë sepse takimet luheshin të dielave. Një ditë në javë ishte pushim. E shfrytëzonte për sport. E shfrytëzonte për sport. Edhe të udhtoje jashtë Shkodrës nuk ishte nga njëherë shumë komode, të vije me makina rastit, me shpenzime, në orët e vona, se zakonisht në dimër, kur dita është e shkurtër. Ashtu. Kujtoni ndonjë ngjarje nga këto sakrifica që Ymeri ka bërë? Këto sakrificat kanë të shumta. Ai vinte edhe kur ishte mësues në Kirë, në Dugagjin, ai vinte edhe në këmbë për me pa neshin. Se s'kishte atëherë makina, ose edhe me bicikletë. Ishte mësues në përfshatra, ai e bënte edhe punën e arsimtarit, edhe punën e gazetarit, komentatorit, e staticentit. Në cilat vende ka shërbyer si mësues? Fillimisht, siç e theksova më parë, ishte në Rrëshën Mirdit, pastaj në Kirë Dugagjin, pastaj e transferuar në Shkodër si mësues, ka punu në shkollën pedagogjike, gjimnazin 28 nëntori, edhe në disa shkollat e tjera, më pas në Koklik, ka shërbyer 13 vite, në shkollën e mesme të Koklikut Sherif Hoxha, edhe në fund në shkollën industriale. Nga ku edhe doli në pension. Gjithë kjo ecuri që për mësuesit nuk është fort e thjeshtë, sidomos në vitet të shkuara që ka pasur vështirësi në transport, nuk ja ka ndalur asnjëherë pasionin për sportin. Absolutisht, kur nuk e kam dëgju që është anku ndonjëherë. Veç dëgjoj marrte me sportivitet, vetëm t'ishte në fushën e sportit. Duke qenë dhe familjar, si balanconte të gjitha detyrat e tij? Me 2 fëmijë, bashkëshortje. Po ne kena jetu dhe me gjyshërit, edhe ato kanë qenë një ndihmëse e madhe për ne, kështu që jeni balancuar. Jena balancuar. Me gjë e bukur. Ndërkohë, le të ndalemi përsëri te ky pasion i jashtëzakonshëm. Në tavolinën e tij të punës besoj se kishte shumë objekte që lidhen me informimin, apo ja? Bilon këtu kam edhe disa skejda që i runte me fanatizëm, i kërkonte mi gjetë, sepse i përdorte kur shkonte në stadion për me marrë informacionet e skuadrave. Është një skedë e bardhë, e ka lënë pa plotësu. I kam rujt, si kujtim. I ki rujt. Gjana mbreslënse, natyrisht. Si siguronte, se në atë kohë nuk ka pasur letra 4 për të blerë, mund të merrje ndonjë letër diku, po nuk mund ta plotësonte. Këto ishte e veçantë. E veçantë, këto ne kishim një komshi aty që shkoshim shumë mirë, ajo punonte në fabrikën e duan cigareve dhe ajo ja siguronte. Gjë e bukur. Pra, me plot pasion, ato skeda mbusheshin me informacion. Është e veçantë që ai kishte një memorie të jashtëzakonshme. Por e gjitha bazohej në fakte. Si siguronte gjithë këto informacione? Informacionet, si që thash, ka lexuar shumë. Sepse ai edhe nëpërmjet televizorit, radios, shumë. Sepse ai dinte, siç mund të thuhej me humor për dikë që di detaja, ai di edhe numrin e këmbës të dikujt apo të njërit apo tjetrit. Për sportin ishte sportist. Nuk di ç'a më thon Merita, por shumë e apasionuar. S'ma merr mendja se i din kush aq me detaj si ka ditaj. Se sot është diçka më e thjeshtë, sepse janë ke interneti është i gjen gjanat krejt kollaj, edhe një fëmijë në klasën fillore mund të gjejë informacion në internet, kurse atë ishte shumë e vështirë. Ai gjitha nëpërmjet gazetave, radios, televizorit. Besoj se do të ketë pasur një bibliotekë të pasur. Ka pas gazetat, i ka rrit me fanatizëm. Bele një vit kur ishte një përmytje e madhe, ne kemi jetuar një shtëpi të vjetër, dhe kishim kati parë ishte pothuajse si përdhes, aty mbante gazetat se nuk kishim se ku, edhe u patën lag nga përmytja, qante si fëmijë i vogël, nuk do ta harroj kurrë, edhe i thonte.
I thonte në reflektor, por ato nuk u banen më ashtu sikur se ishin. Më vonë pastaj gjitha gazetat i adhurume gazetari Gjergj Shkolla. I kaj, edhe disa shkrime të tija i kaj, edhe ne kena rujt disa shkrime, i manë vllai. Si kujtim e shumë i bukur. Shkrimin e tip. Mbërslënse, sepse në çdo hap të tij ai ka vënë për kushtimin, pasionin, ndeshmërinë në atë çfarë transmetonte. Ndërkohë që ai ka qenë edhe bashkëpunues me të tjerë komentator, me të tjerë njohës të sportit, por edhe me sportistët direkt, apo jo? Edhe me sportistët të gjithë pa përjashtim, i njite edhe njinin. Ka transmetu në Shkodër me Pjerin Pogun, me Pal Tomen edhe sfundi me Mont Dibren. Çfarë kujtimesh, çfarë përshtypjesh ruante Ymer Striniqi për Radio Shkodrën? Ai vërtet nuk ka qenë në listë pagesën e Radio Shkodrës, po ka qenë shumë i afërt. E kishte si shpinë e tij. Po. Çfarë përshtypjesh ruante ai për Radio Shkodrën? Nga më të mira për kolekte për gjithë. Respekt veçantë gjithmonë. Edhe për drejtorin të ndjerin Alosh Qejna, i cili afroi domethënë me ato emisionet. Ishte një shtys. Si përgatiste komentet, sepse sapo mbaronte ndeshja, takimi, rubrika sportive ishte në orën 8:30 të darkës dhe u duhej shpejt të realizonte. Ashtu drejt për drejt ishte mësuaj, vetëm siç e thash, përpara se të fillonte ndeshja me këto skedat, ai shkonte një orë para gjithmonë në stadium. Bile i thonin pse kaq herët kaq ngut. Kaq unë, ja, një gazetar i rregull, thotë një komentator i rregull duhet paraqitet një orë përpara për me marrë informacionin. Edlira, natyrisht ju keni jetuar me një vulkan pasioni. Shumë. Si u ka injektuar ai për afrimitetin me sportin? Unë kur isha fëmijë shkosha në pallat sportit, sidomos më ka pëlqyer basketbolli, volejbolli, me një sportin, shkosha me babën. Rrallë kam shku në stadium, në Radio Shkodra kam shku shpesh, vllai marr rrallë. Kurse dy fëmijët e mi, të vegjël, djali i madh është marr pak me futboll, i vogli me basketboll, se baba im e kishte shumë me qejf që ai të bante një basketbollist. Lujti për një farë kohë, por më vonë edhe emigracioni bani punën e vet. Po. E ndërpreu. Ndërkohë që për gjithë këtë kontribut, Ymer Striniqi është nderuar dhe vlerësuar, apo ka marrë tituj dhe vlerësime të ndryshme? Ka marrë. Unë mund t'i tregoj. Fillimisht në vitin 1985 ka marrë medaljen Naim Frashëri si bashkëpunëtor vullnetar i gazetës Sporti Popullor në atë kohë. Pastaj me vazhdu në vitin 1993, mori nga presidenti Sali Berisha urdhrin Naim Frashëri, radiokronist dhe gazetar sportiv, një nga bibliografët më të mirë të vendit. Unë kam shkruar vetëm thjesht çfarë situar në ato dekorata. Në vitin 2000 ka marrë çmimin Anton Mazreko për kontributin e madh në statistikën dhe historinë sportive. Edhe ky ishte një nga çmimet më të mira që ka marrë, për vetë faktin se ai në moshën 22 vjeçare në vitin 1965 u takua me të famshmin Anton Mazreko në rreshën të Mirditës. Pastaj mori çmimin 2005, ka marrë çmimin Mirënjohje nga Unioni i Gazetarëve Profesionistë të Veriut me president Blerti Delia. Në 2008 ka marrë çmimin Mirënjohja e Qytetit nga Këshilli i Bashkisë me kryetar Fatbar Loja për kontributin mbi 45 vjeçar në fushën e gazetarisë sportive për evidentimin me pasion dhe korrektësi të vlerave të sportit shkodran dhe atij kombëtar ndër vite. Më vonë në vitin 2014, Agjencia Spektakleve Buna 1 me president zotin Arben Mazi ishte edhe takimi i parë, mori çmimin e karrierës. Më vonë, pas vdekjes saj në 2015 vdiq, ishte 20 vjetor i klub futboll Shkodra me drejtues zotin Taj Piraniqi, mori çmimin e mirënjohjes për kontributin dhe mbështetjen që i kishte dhënë në promovimin e klubit.
Edhe Unioni i Gazetarëve Shqiptar Dega Shkodër me kryetar zotin Gacmarku mori çmimin mirënjohje, gazetar, komentator dhe staticien ndër më të spikaturit në Shqipëri në fushën e sportit. Dhe në fund me dy korrik, siç e thatë edhe ju, mori titullin mjeshtër i madh pas vdekjes nga presidenti jon zoti Ilir Meta për kontributin si gazetar, komentator i shkëlqyer në qytetin e Shkodrës, duke shërbyer si një arkiv e pasur historike e futbollit shqiptar. Pra, gjithë këto vlerësime janë një ndërim i bukur që i bëhet zotit Ymer Striniqi. Unioni i Gazetarëve të Shqipërisë Dega Shkodër çdo vit organizon një Kupa Ymer Striniqi. Besoj se ndjeni të vlerësuar, të freskuar në kujtimin. Edhe kënaqësia është përderisa kujtojnë. Ai ishte një shtysë e madhe për gazetarët e ri, për Gjergje Goci është tash më i vjetri, pastaj për Gjergjen, për Admir Ruçin. Pra kishte një lidhje që i buronte edhe nga e kishte me shumë qejf, me shumë dëshirë, me i ndihmu këto gazetarët e ri, me i dhënë ato mendimet e tija që ishin më të mira për me ecë ata për me përparu. Edlir, një pjesë e arshivës ja keni dhuruar, natyrisht me porosin babës, zotit Gjergj. Pa, qysh se ishte gjallë, papa ja ka dhuruar i vetë. Ndërsa një pjesë e keni ju. Disa dorëshkrimet tijat. Besoj se i ruani si një kujtim të shumë. Patjetër, ka bë punë kolosale, gjitha me shkrim se sot, siç e thamë më parë, sot gjithë çka shkruhet në kompjuter pa atëherë me dorë, gjitha i ka pas me dorë pasqyruar, edhe nëpër gazeta janë shkrimet e tija, statistikat e tija. Tash e pason në Kavajsi, Fatmir Fica. E pason është staticien shumë i mirë, Kavajs. Kanë bashkëpunuar, janë njohur më herët? Po tjetër, ata ishin edhe në shtëpinë tonë. Ka bashkëpunu fillimisht, ka bashkëpunu dhe me Besnik Dizdarin, Namik Mehmetin, Ahmet Sharrin, Veli Radin, gjithë këto. Frederik Ficoja, edhe ai u nderu me çmimin mjeshtër i madh nga presidenti, Mojsi Dalipi, po kështu edhe ky u nderua me çmimin mjeshtër i madh. Janë një plejadë kontribuesish në gazetarinë sportive, në komentimin sportiv. Edlir, kur ju keni emrin tuaj, të dy fëmijët, bashortja e zotit Ymer, por kur ju drejtohen me fjalët, kjo është vajza e Ymer Striniqit. Shumë krenari kam, një shumë krenari. Pasunia më e madhe që na ka lënë është emri i mirë. Natyrisht të dalesh në këtë stacion shpirti, por edhe në kontribute dhe produkte konkrete, kur prindi lë, është një gjë jashtëzakonisht e bukur, e mirë, aty ku ndjehesh dhe ulesh këmbkryq në vatrën e familjes, në shpirtin, siç është prindi, apo jo. Ne sot u ndalem në ecurinë e punës së Ymer Striniqit, në pasionin e tij të madh, në atë dëshirë që ai kishte dhe në kontributin që ai ka dhënë në gazetarinë sportive. Por kujtimet për të mbesin tek të gjithë ata që e kanë njohur. Po tjetër. Tek të gjithë ata që kanë bashkëpunuar e më së shumti tek bërtama e tij e zemrës, familja. Ne sot folëm për Ymer Striniqin, të tjerë që na ndjekin dhe që e kanë njohur, mund të thonë shumë kujtime të bukura dhe shumë mbresa nga puna e tij pasionante. Edhe në emër të tyre, dëshiroj t'ju falenderoj shumë. Në emër të një opinioni të gjerë sportiv, ku kanë ndjekur me shumë vëmendje, dashuri dhe pasion komentet e Ymer Striniqit, shkrimet e tij në shtypin e shkruar, por dhe zërin e tij në radio
Besoj se I bashkohem të gjithë këtij opinioni duke ju falenderuar dhe duke ju thënë qofshit të nderuar gjithmonë me emrin e Emër Stepiniqi. Shumë faleminderit. Unë ju falenderoj shumë që erdhët sot në Mirëmëngjes Shkodër dhe shpërndat këto gjëra të bukura shpirti që mbeten aty gjithmonë si gjurmë të pashlyeshme. Faleminderit shumë për jush. Faleminderit ju dhe paçi gjithmonë emrin e mirë. Faleminderit.